nga muhajgjire dhe njeri nga nësar. Por shembull, Salman Farsi ishte në Medina, edhe a ishte isklau tek një jahud. Ne kemi folur disa herë që Salman Farsi radhiyallahu anhu ka bërë udhëtimi nga vendi vet për të kërkuar e vërteta, edhe shumë vit. Disa thonë më shumë nga 100 vit. Se Salman Farsi është një nga shokët Profetit alayhis salam që ka jetuar sipas nga muhaddithinët që janë shumë me llogarie i fortë, edhe me kritik që kanë bërë, ato kanë thënë mosha 281 vit. Disa ka thënë më shumë nga 300 vit. Po 281 vit i shkron Ibn Hajar rahimahullah. Ai thotë ka jetuar 281 vit Salman al-Farsi radhiyallahu anhu. Edhe pas dërgoi Allahu xhaleshanu, Allahu si ishte saktur. Ai ishte babi i tij ishte kryeplaku ose mund të themi ne sot deputet ose kryebashkiak në vendin e vet, Asfahan. Akoma qyteti ekziston Asfahani në Iran. Edhe i pasur ishte shumë, edhe jo vetëm i pasur, po ishte edhe fetar, do më thënë ishte hoxha feja vetë, edhe mua kishte futur në shkollën e fes, Salman Farsi tregon. Por, kuriozitet ishte, çdo student i fe ka qef dije, edhe tha unë kur kalova një ditë nga një kisha, pas që adhurimi atyre është me dushmë nga ne. Ato adhuroshin zjarë, iranian, kurse krishterë adhuroshin statuj Isa alayhis salam, po prapë përmendishin emrin Allahu xhalesham. Tauhid ka në goja atyre, edhe pse nuk adhurojnë tauhidit Allahu madhruar vetëm. Edhe hyrën në kisha, edhe mua pëlqeu me njëra atyre lezimi Taurati, Bibel, çfarë ishin Injili. Edhe kur erdha i shtëpia përmenda para babi, nga atë ditë babi ma u lidhi. Edhe unë, nga që isha shtëpia i madh, punëtorët, shërbetorët ishin në shtëpia, me njeri isha lidhur, ai ati dërgoja letrat e kisha edhe pyeta që kur shkon një delegacion nga ju në vendi fe, ku është në qendra? Edhe ka thënë qendra është në Xhami Aksa. Edhe kur ikën atje thamë ala e mironi. Edhe ashtu dodhi një ditë, atë ditë Salman al-Farsi u prishi ato, sa ishte gati ka fillim, po para babi tregon që sikur jam ashtu. Edhe pastaj me karvani vinë. Ne kemi dëgjuar disa herë, edhe fund fare Salman Farsi vinë na me një karvan, ai karvani ka bërë tradhtim, edhe ka shitur Salman Farsi si skllav, edhe ka marrë një jehud në larg nga ato vende ku janë sot shtëpitë e Kombi Samudit, Al-Ula quhet. Arabia Saudite ka akoma ato vende Ula atia. Një jehud nga Medina bën vizita atij shtëpia, kushiri. Edhe thot, kjo punëtor është shumë njeri punëtor mirë edhe ndryshmë është komplet, është shumë njeri mirë, a ma dhuron marrë në Medina se në baqen tim për të punuar. Edhe ai ka dhenë mere. Ashtu fati Salman al-Farsi radhiyallahu anhu erdhi në Medina. Edhe pastaj në edhim historia ai ka pranuar Islamin. Dërguar Allahu xhaleshanu kur erdhi në Medina, ky pronari Salman al-Farsi është duke bërë biseda me shokun e vetë. Erdhi ai, gjithë janë rrethuar, në një ditë është hapur gjithë Medina, gjithë Kuba është mbushur. Salman Farsi dëgjon, është në pemë, si për hurma. Edhe ka fillu ga i knajsi i madhë, se për këtë Salman al-Farsi ishte pasur në shtetin e vetë. Ai gjithë ka verë, ka pranuar gjithë ato sikleta o vështërsi edhe është punëtor sot, nga i shkaku ta gjene e vërteta. Edhe nga mësuesi fundit, krishteri fundit që ishte në Nasibin, në qyteti afër Xhami Aksa, ai ka thënë, nuk ka asnjë njeri në feje vërtet sot në sipërfaqe toka, por profeti fundit ka momenti, jam duke parë aroma që është për të shumë i shpejt ka për të shpallur. Edhe ajo është vendi hurma Medina. Edhe Salman Farsi kishte arritur, tani dëgjon fjala edhe u ndridh kampa ka i knajsi para sa bie vet, ka zbritur vet. Edhe tha, ha, çfarë duke folur? Ai nga nerva që ka parë jehudët vlezar, ne nuk kuptojmë dot këtë gjë. Që çfarë ka gjetur humbja i madh jehud kur kanë parë që ai është profeti i vërtet, ashtu siç Musa alayhis salam ka përmendur në Tauret. Edhe nuk erdhi nga fisi jon, ai është nga Makka. Mendoni një popull që kanë menduar për he me syri ullur,
Jehud, ka dhenë idhujtar janë. Edhe pse janë familje të Ismail, idhujtar janë. Allahu ka për të zgjedhur profetin fundit nga idhujtar, nuk merr veshin nga Hurma ben Zot, rrotullojnë në Kaaba rreth idhujt. Kur kanë nevojë për të gjetur një fat ose për të marrë një fal, marrin si gjeta, edhe thonë po, jo, ai idhujt edhe pranon. Ne musliman sot jemi duke parë që si bëjnë ato pabesimtarët, edhe neve na vjen çudia që si kërkojnë. Ashtu ishin Jehud duke parë njerëzit Makka. Atëherë nga ai kom ku ka për të ardhur profeti? Nuk kishin menduar një herë. Por dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Kjo si zgjidhja Allahu xhallahu shanu. Allahu jep këdo. Edhe dërguar Allahu xhallahu shanu është i zgjedhur. Edhe kur kanë parë nga ardhja dërguar Allahu xhallahu shanu, nga 12 vit ato ishin në komunikim. Nëse ne hapim sura Yusuf, nëse ne hapim sura Kahf, ato shpjegimet sura Kahf, pse është i shkaqet, pse është i zbritur sura Kahf, pse është i zbritur sura Yusuf, tregon ngjarja që Jehud nga Madina kanë dërguar pyetje tek Kureshët. Nëse ky personi e vërtet është dërguar Allahu xhallahu shanu, pyesni këtë pyetje, që si është halli ai profeti që ka humbur djalin e vet deri në 40 vite dhe ka humbur syt, edhe pastaj janë bashkuar. Edhe Allahu xhallahu shanu ka treguar sura Yusuf me aq detaj, me aq bukuri që nuk ka në Tauret, me aq detaj. Nga fillim deri në fund, biles Kurani si ngjarja e sura Yusuf nuk ka përmendur asnjë ngjarje tjetër. Se ngjarje tjera Kurani ka përmendur vetëm pjesa që kishte nevoja për hidajet e njerëzit. Kurse ngjarja e Yusuf alayhis salam ka përmendur nga familja e Yusuf alayhis salam, nga lindja e tij, rritet, vet ashtu deri në fund. Edhe Jehud gjerën habitur. Ashtu kur kanë bërë pyetja për njerëzit i shpelës, nuk dinte askush përveç Jehud këtë histori, njerëzit i shpelë, që 7 veta janë ngelur ashtu, 309 vit duke fjetur gjumë. Edhe Kurani ka treguar me gjithë detaj. Bile ka përmendur disa gjëra ekstra që ato kishin marrë bashkë me ato ishte një qenë kujdestar. Edhe ashtu Jehud kanë arritur bindja që kish profeti i fundit. Problemi ishte këtu tani. Pengesa ishte që pse i s'ka ardhur nga fisi jon, edhe nuk ishin gati për të pranuar. Atëherë ky personi kur ka dëgjuar nga Salman Farsi që është duke interesuar për dërguar Allahu xhallahu shanu, me inati ka rahun një shpulla i fort në faqen e Salman. Shko, puna jot, feja jot është, shife vëllezër, kur njeri ben puna me inat, feja jot është më e mirë nga i që ka sjell ai. Minimum mas kishte thënë që hajde behu qefut, pa ai nuk thënë dot, se qefut janë vetëm fis. Hajde minimum kishte thënë i ktheu krishter, po jo, feja jot është më mirë ashtu. Edhe Salman Farsi ikën, puna vet, basdita darka të konë me dërguar Allahu xhallahu shanu, edhe historia është i madhë. Unë jam qëllimi se dërguar Allahu xhallahu shanu bashkon në vllazëri Salman al-Farsi me Abu Darda. Abu Darda kush është nga shokët Profetit alayhis salam, shumë i devotshëm, s'ka lidhje hiç me dunia. Gjithë jeta vetëm ka bërë përgatitje ahiret, nuk bante asgjë me veten. Edhe Salman Farsi kishte lënë çdo gjë, shtëpinë e vet. Ashtu ka bashkuar njeri me tjetër, Salman al-Farsi me Abu Darda radhiyallahu anhu. Dërguar Allahu xhallahu shanu bashkon